Gjitha falënderimet, adhurimet I takojnë Allahut Zotit gjithësisë. Atë e falënderojmë, prej atij e kërkojmë ndihmën. E falënderojmë modin Zotin e udhëzojë na drejtojë në gjithçka që e fitojmë kënaqësinë e Zotit dhe e largojmë hidhurimin e Allahut. Dëshmojmë se pejgamberi Muhammed është robi dhe i dërguar i Zotit, të cilin na e çoi në Kur'anin dallues I të vërtetës në shtrembrat deri ditën e gjykimit. Mëshira Allahut qoftë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, dhe për mbi gjithë ato besimtarë dhe besimtare që ndjekin rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Mëshira Allahut qoftë edhe për mbi gjithë të dashur, Allahu na fal në mëshirën e tij. Përmendëm sot në Xuman një ajet shumë interesant, shumë I veçantë. Dhe kur themi një ajet, themi pra fjala e Zotit Xhelel Xhelaluhu, që është kelamullah. Allahu na drejtohet për një grup njerëzish të cilët kur ju thuhet atyre hajde besoni dhe ju Zotin, siç kanë besuar njerëzit e tjerë. Ata thonë jo, ne nuk besojmë me mendje lehti. Allahu thotë, në të vërtetë ata janë mendje lehtë, por nuk e dinë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, emigranti më I mirë për veten e tij është ai I cili emigron, largohet prej gjunafeve. Jo pa qëllim e përmendë këta jetë. Edhe që janë besimtarë dhe besimtare, shikojeni se në çfarë grade janë. Shikojeni ata që Allahu Xhelel Xhelaluhu na të lirë, kur thotë, ata janë mendje lehti. Jo besimtarët dhe besimtarët, po ata të cilët ju thuhet hajde në iman, edhe nuk bëhen besimtarë. Por vazhdojmë e rendojmë veten gjithnjë ka mosbesimi edhe nga gjinohet. Allahu na ruaj. Ati që Zoti ka dhënë iman, me të vërtetë I ka dhënë dy jetën, të përhershme edhe këtë përkohshme, pra që është dynjaja. Por nëpërmjet kësaj të përkohshmes fitohet e përhershme. Në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur erdhi me Kur'anin, fjala e parë I thanë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ky është, domethënë e kalon mendjen. Allahu na ruaj. Po merret me magji. Është një prift që e mësot diku në qeve. Shkon natën I merr ato vargjet aty, edhe na I tregon në titër. Pra largohuni prej këtij, prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse me të vërtetë atë ka zonë magji e për të gjumin e Zotit. Pse erdhi me fjalën la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, I thonë jam I dërguar I Zotit, kjo është fjala e Allahut, ja. Ka zonë magji e Allahu që thotë, për këtë grup, për grupet e hershme, edhe për grupet e sotshme. Hajde besoni, ja, si me mendje lehtë. Pra, cilën që mendje lehtë? Ata që beson Allahut. Ata që ruhet prej gjinave. Ata që është njeriu I drejtë, njeriu I sinqert, I ndershëm, I pastër, I rregullt, në shtëpi, në familje, kudo që jeton është I rregullt, mendje lehtë. Ne semi me ata. Çfarë thotë Zoti? E thotë, ata janë mendje lehtë, që po thonë për ju. Pra, ne nuk I kundërvijmë me këtë fjalë, po Allahu Xhelel Xhelaluhu I kundërvjen dhe thotë ju jeni, dhe po nuk e dini. Kur do të mësojmë? Kur të vijmë minutë I fundit, ose kur të kalojmë prej kësaj jete. Të dy variantet. Edhe minutë fundit. Do të mësojmë që me të vërtetë janë prej mendje lehtë. Imani është jetë o vëllezër. Imani është baza e çdo gjëje në këtë botë. Pa iman nuk ka dërman. Pa iman të rrobë dynjaja. I kemi pa njerëzit atëherë edhe sot. Po atëherë I thanë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam,
ne po të pranojmë si pejgamber, s'kishim për të pranuar, po ishte kushti që me mojt me gjetë një shkak për të largu nga libri i Zotit. Të dërgumin e Zotit. Po vëm po ne jemi shkallë lartë. Pra si ti thosh sot një deputeti, hajde shkoj me falë në parkët, ja, pa dhe u që jamë kostomi im, atë ma tapet ju i dhe që një shkel me kam, kostomi im është për atë, ore dorë se telefoni im, syzët e mija, parfumi im, të bjeri atë, shko thonë, këtë përgjigje ka për thonë, vallaj. Se me di, që ka i që iman në zemër, se lajnë më bëtë deputetet e. Ja, me di, ata që e kanë caktu atë, që ka i që iman në zemër, absolutisht, jenë fortë të mësë besimtarë. Edhe me ndile, se ma kot njëri në të bo, kur të qofë, shkenstari, pasur, qërë të qofë, e të mendoj, se gratë në ati e ka rrët dikush tjetër përveç Zotit. A i të mendoj se dikush tjetër e ka sjell përveç Allah. E ja ka dhonë mirësi dhe begatit dikush tjetër përveç Zotit. Ma me ndelet nuk ka mo. Imaginoni, për shembull një fëmijë 7-8 vjeç, të kundërshtoj babën e zonën e vetë, këtë kini përqeshë. Ora, e du fëllë qaj thurë. Të halaj e kështu, të të majnë dhe qenë pra. Nona dhe babë, të të dhanë lekë, të të blekë pusë, të të këtë si njënë, zara, bosh, këta për të veshë, këta për të shqikë, këta për të i bëjtë gjitha. Prindi kështu, po, Allahu që le gjelalu, qërkaj pushteti Allahu të rritë, që së mund të krasohet me pushtetin i prindërë. Po edhe këti s'ke kucim, të si të duket veti kur të thotë ti, që të si e gjallë. Po më bushë e djali, 18 vjeç një person shumë. Besoj të shte unë jam i pavarë, dhe s'pës njëri më. Kurse ti se si i duhe i veti, të më thënë se u bone 18 vjeç, me fluturore për qijel kështu. Drogë, së di, ka të shkonde. Po të shte unë i mushën e, s'ka më të shqip, kufenje, kapisëra, se pa kapisëra. Me fluturore për qijel të shumë, po të rrëtë se s'ke shullohë la.